Kolegjet e bashkuara të Gjykatës së Lartë u mblodhën këtë të njëjtë për të shqyrtuar kërkesën për ndryshimin e praktikës 16 vjeçare të zbatimit të masave të sigurisë, sidomos të masës së sigurisë arrest me burg. Mbledhja e thirrur shqyrton një vendim të njësuar të vitit 2011, të cilët u janë referuar deri më tani gjyqtarët e të gjitha niveleve për të dhënë vendimet mbi kërkesat e prokurorëve për masat e sigurisë. Gjykata e Lartë u vu në lëvizje për rastin e Thoma Gëllçit, pasi ky i fundit fitoi në gjykatën e Strasburgut, padinë ngritur ndaj shtetit shqiptar. Gëllçi paditi shtetin shqiptar me pretendimin se masa e sigurisë arrest me burg ndaj tij ishte caktuar pa prova. Strasburgu e vlerësoi se në rastin e tij ka pasur shkelje të nenit 5.3 e Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit, që garanton të drejtën për lirinë personale dhe se është mbajtur pa prova të mjaftueshme ligjore për gati 8 muaj në paraburgim. Kolegjet e bashkuara do të vendosin nëse masa e arrestit mund të jepet vetëm kryesisht nga natyra e veprës penale, apo kërkon nga gjyqtarët një vlerësim konkret dhe të individualizuar rast pas rasti. Kolegjet do të interpretojnë edhe nenet e kodit të procedurës penale, që kanë të bëjnë me barren e provës dhe përputhshmërinë e tyre me Konventin Evropiane të drejtave të njerëzit. Nëse në përfundim të këtij debati juridik, gjyqtarët e lartë do të vendosin të ndryshojnë praktikën e ndjekur deri më tani, ajo pritet të reflektohet me njëherë të vendimet e gjykatave të niveleve të mëposhme, në mënyrën se si interpretojnë kërkesat për masat e sigurisë që marrin nga prokurorit.